për të lumëturin. Kushtet dojtë e vi pas meje, le të mohoj veten e ti dhe le të grerë krykin e ti, dhe le të me vi pas ligjëm në ungjilin e sotme. Sot, me të dielin e tretë të kresmeve të mëdha, kisja jonë na prezanton krykin e Zotin tonë, dhe me himnet që janë shkruar, nafton t'i falemi, sepse këndojmë. Kryki ytë, o Zot, jetët e gjalje est për popullin. Na paraket kisha krykin e Zotit, kene të marim fuki, për të gritur edhe krykin tonë të detyres. Në këtë mënyrë, na fut gradualisht në misterin e shpëtimit të njeriut. Kush dëshiron të më ndjek si të zënës besnik, na thot Krishti, kush do të bindet në dëshirën time dhe të eci në gjurmat e mia, në rrugën time, kush do të arrijë në tokë sindërimin e ti dhe në qiell lumturinë e ti, kush do të bëhet i krishter original, duhet të plotësoj disa kushte. E para, të mohoj veten e ti me katar, me dobësitë dhe pasionet e ti, të mohoj njeriu e vjetër, si që ka ta dishur me kate. Por kush est vetja ime, est e pastër dhe pate kakia si që krijoj Perëndia? Jo, est me katar. Brenda në zemrën e njerëzve bëjnë folem pasione, inate dhe të kakije, gjitje drejt me katit, me dobësira dhe defekte, me skeljet e ligit të hynor. Kur vetja jonë u bëj fajtor dhe me katar, ke kur u bëj me kate i parë, mosbitja e parë brenda në parajs. Çfarë mendon zakonisht mendja jonë? Të kekjen. Çfarë flet gjuha? Jo të vërtetën, po gjunestrën. Jo lutjen dhe bekimin. Duart vestir dikmojnë, por shumë kolaj riben dhe ben pa drejtësi. Këtë veten të tonë me katari na kërkon Zoti të mohojmë. Jo trupin tonë, as shpirtin tonë, por të refuzojmë mekatin dhe boni nga brenda jush të keke në theret Krishti. Sresnjohni egoizmin, urrëtitjen dhe pasionet. Largohuni nga e kaluara juaj mëkatar dhe prisni çdo lloj lidhje me persona që çon mëkat. Ki est vetë mohimi që na kërkon Krishti dhe na frymëzon kryki. E dyta, të grej krykin. Krishti me dëshirën e tij griti krykin e perullësisë dhe martirizimin e Golgothas, kryqëzimin për shpëtimin ton, për durim dhe pa u ankuar. Të njëjtën gjë duhet të bëj çdo i krishter ortodoks i vërtet, të bëhet imituesin Krishtit dhe ta ecë në gjurmën e tij në rrugën të krijetarit të besimin ton. Të grej krykin tim të thot, të grej gjithmonë, për sa kohë të jetojnë në tokë, krykin e hidherimeve edhe të sfindave, të mundimeve, të raskapitjes, të perullësisë dhe durimit. Kryki i dhimbjes shpirtërore dhe perullësisë, es për të kristeri shpifjet, ironit, që merr nga ateistët edhe të tjerët për emrit e Krishtit. I kristeri i cili i sel dhe supet e tij krykin e Krishtit, të lavdëruar, duke duruar ironin, për buzje, për djegje dhe tortura për emrin të Krishtit, djen nga zelim shpirtëror, ashtu si dodhe me martiret. Sepse tërgjegje e tij e pastër e informon se behet i pelkiesim tek Perëndia dhe shijon që tani lumturinë e kielit. Dhe bashkë me Apostull Pavli thot, gëzojmë në besimet e mia. Kështu kryki i tij behet më i lehtë dhe ecën i gëzuar rrugën e përpjet të Golgothas e tij. Nafton Zoti që të djegim dhe në kirë dhe bidhe. Si pra duhet që të djegim? Të dëgjojmë dhe të studiomin me simdhenja e tij. Të djegim shembuli dhe jetën e Krishtit. Vepra dhe jeta jonë të jetë sipas me simdhenjes së Krishtit.
të formojmë brenda nes Krishtin, ashtu si thot Apostull Pavli. Djemtë e mi, përsëri kam dhimbje për ju, deri sa të formohet Krishti tek ju. Të marrim virtytet e tij. Do më thënë, dashurin e Isu Krishtit, për lullësin dhe bidjen, për kushtimin ndaj Perëndisë atë, mos urrëtitjen, durimi dhe kepgulljen në sfidat, vetë mohimi dhe sakrifikimin deri në vdekje. Mendja jonë le të drejtohet nga mesimi i tij. Karakteri dhe jeta jonë të jetë jeta me Krishtin. Bashkë me Krishtin u kryqëzova dhe çroi me unë, po Krishti ron tek unë. Dhe në tërësi do mendohim, do fuksinoj, do jetoj, duke bitur dëshirën time tek dëshira e Perëndisë. Vetë Krishti i tha nxënësve të tij në natën e madhe të darkës mistike. I la shembull juve, që të bëni edhe ju siç ju bëra unë juve. Ky është mesazhi i madh i thirrjes së Krishtit. Dhe ne se përpikemi që të djegim Zotin me fjalë dhe vepra në jetën tokësore, atëherë do të djegim dhe në jetën qiellore, ku do të shijojmë gëzimin dhe lumturinë. Gjëra e çmuara dhe të papeshkruara dhe bukuritë e parajsës, të mbretërisë qiellore të Perëndisë. Vetë Zoti Krisht na e premtoi. Në me shërben ndonjë, le të me vi pas, dhe ku të jem unë, atje do të jetë edhe shërbetori im, dhe në qoftë se me shërben ndonjë, ati do të aderoj. Shumë në ditet e sotme, ankohen se krishterimi është i vështirë dhe nuk zbatohet mirë. Zoti, para se ne të kuptojmë mirë, në arin ai dhe e qartëson. Kryki bishup dhe përpjekje të padërprera. Do jetë e gustë dera, dhe rrugëtimi do jetë i mbushur me vështirësi dhe shtypje, që na drejton për ne jetën qiellore, para thot. Përveç kësaj, çfarë gjete mirë ekziston në këtë botë dhe madje më e madhe që të mos ketë mundim, lodhje dhe sakrifica? Por nëse ke vlerësuar këtësinë e shpirtit, nëse ke sigjuar rebelsin e prezencës shinore, atëherë as ke kupton vështirësi. Ecëm përpara. Ka dhe një sekret tjetër, një aset i çmuar për të përpjetjen e jetës së Krishterë. Esti bolsem hiri hinor që na udhëheq. Derisa përpikemi, e djem të na jap kurajo, e të na mbuse me fuqi të binatyrsme, dhe të na udhëheq drejt majës. Bet fjalë për një brekuli. Mbretëria e Perëndisë nuk kërkohet vetëm, por vjen vetë tek ne. Sa i afrohemi asaj, aq më shumë dhe ajo na afrohet ne. Në mesin e kresmeve, kisha jone send përkendrohet tek përpjekja spiritare e fëmijëve të saj. Ngre lart simbolin e sakrificës, kryqin e nderuar. Nafton të vazhdojmë me guxim dhe me entuziazëm përpjekjet e mundesme dhe të bukura. Do më thënë, kresmen, lutjen, adhurimin dhe dashurin me sakrificën e shumë lojshme. Të mbajmë me fort, me të vendosur krikin ton dhe të djegim gjallërisht gjurmën e tij. E diela e faljes së krikit sot dhe kisha jone send lartëson krikin e nderuar përpara nes dhe na fton të gjithë. Ti falemi, sepse mbi kriki u afrua sakrifica më e madhe. Sakrifica vullnetare e Krishtit për perspektimin e shpirtrave tanë. Dhe kur i falem krikit, i falem vetë Krishtit. Nafton kisha jonë që ti marrim mesime dhe fuqi nga kriki i nderuar, për shkak se tani që gjetemi në mesin e kresmën së madhe. Dhe vazhdojmë me fort përpjekjen shpirtërore të vetë përqendrimit të mendimit, të pendimit dhe të lutjes, me misteret e senda, shërbesat dhe me të gjitha të senda të kisës të Krishtit. Dhe ja kriki i Zotit ton Isu Krisht paraqitet përpara nes.
es simvolia perpiequies, te sacrificias, te dasuris, δε τες εμεργερισείς. Κρίκη est burimi χείρι, δε φωκίσε χινόρε. Βλέζερτε μη. Δου και πάρ σωτ κρίκην εσέν, λέτε κουιτών πεσίμετε βουλνέτες με τε ζώτητον, δε λέτε τζέριμ φωκί δε μεσίμε περπερπιέκε των σπιρτερόρε. Δρέιτ σεντερίμιτ δε σπετίμι τε σπίρτητον. Ακόμα, λέτε φρουμεζόεμιν καπρίκη σεν τη ζώτητ. Γα σπίρτι δασουρίς δε σακριφίτσας τε ντουρίμιτ δε μοσβαϊτεσμερί, εκριετάρι τον τε κρουκεζούαρ. Ζώτητ δε σπετιμτάριν τον Ιησού Χριστ. Αμήν.